Në studion tonë është Flamur Bela nga Revive North Macedonia. Flamur, mirë se na erdhe, kënaqësi të kemi sot në studion tonë. Unë e di se sa me përkushtime ke punuar gjithë këtë, të cilën do ta prezantosh sot për shikuesit e emisionit tonë, por mendoj që ne si qytetar shumë shpesh dim edhe ta neglizhojmë këtë pjesë të tatimeve, prandaj sot ne do ta ngrisim këtë vedije në minutazhin vazhdim. Mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën, faleminderit shumë për trajtimin e kësaj teme, se me të vërtetë është temë e cila nuk është e konsumuar, nuk është as pak e diskutuar. Ka pas disa iniciativa të mëhershme edhe nga qeveritë ndryshme për me bërë disa lëvizje ose disa ndryshime rreth kësaj çështje, po në përgjithësi nuk është që kemi pas ndonjë ndryshim të madh thuajse. Pyetja ime e parë, me qenë se po flasim për herë të parë, po prezantojmë Revive North Macedonia. Na sqaro me pak fjalë se çfarë është Revive North Macedonia dhe pse mendoni se vendit i duhet një qasje e re e sistemit tatimor? Revive North Macedonia është një iniciativë e cila e kam ngrit në bazë të asaj të tatimeve dhe vendit tonë se si e ka sistemin dhe strukturën. Ka fillu si një hulumtim faktikisht duke i krahasu Maqedoninë e Veriut gjithashtu me vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë rast janë të marrën si shembull Gjermania, Italia, Franca dhe Suedia, për cilat do të folim për secilën dhe ka disa ngjashmëri dhe disa ndryshime. Gjithashtu në këtë studim janë të përfshime edhe Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të thotë në përgjithësi sistemi perëndimor i cili aspirojmë të jemi pjesë e saj një ditë. E qartë. Ju e quani këtë vetëm jo reformë fiskale, por vizion shoqëror. A ma sqaron pak se çfarë nënkupton me këtë? Vizion shoqëror është për arsye se ne duhet ta kuptojmë rëndësinë e taksave, çdo lëvizje, çdo buxhet, çdo gjë që krijohet faktikisht për qeverisë tonë ose qeverisë të çdo vendi anë mban, ato janë të holla ose të ardhura prej taksapaguesve dhe qytetarëve. Dhe ne duhet shumë mirë të mendojmë në aspektin se çka paguajmë, ku paguajmë dhe sa paguajmë, dhe ato metoda krijojnë buxhetet e ndryshme të shtetit dhe në bazë të asaj ne duhet ta kuptojmë logjikën dhe pastaj është shumë më lehtë edhe të dihet se cili është buxheti dhe kush është fajtori në fund. Okej. Për ta vizualizuar gjithë këtë që do ta themi dhe për ta pasur sigurisht edhe më të qartë shikuesit, ne do ta kemi webfaqen vazhdimisht ku do na sqarosh 7 nga pikat kryesore për cilat ne do ndalemi që i konsiderojmë që janë edhe pikat më kryesore. Unë e thash edhe në hapje, Flamur, që ti ke krijuar edhe një kalkulator që mua më duk diçka shumë e veçantë dhe atraktive ndoshta edhe për ta thjeshtësuar, ku çdo qytetar i thjesht me rrogën e tij mund të bëj kalkulimin dhe të shohë se sa paguan, për çfarë paguan konkretisht. Kështu që nga do t'ja nisim dhe si funksionon gjithë faqja. Do t'i komentoj pikat e propozuara, reformat e propozuara në pikat shkurta dhe pastaj do t'i spjegoj përmes kalkulatorit. Kalkulatori ka faktikisht dy kalkulatori ekzistues, se cilin e kemi ne momentalisht dhe se si paguhen, dhe për krah asaj e kemi kalkulatorin të cilin është në bazë të ndryshimeve të cilat janë propozuara që janë të marra nga Bashkimi Evropian, nga Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara dhe shifet diferenca automatikisht në këto raste se sa është dallimi në pagesë. Këtu kemi 4 pika të cilat janë reforma. Para se të kalojmë ndoshta te pikat, më thuaj nga krejt hulumtimi që ti ke bërë, cilin e konsideron si problemin kryesor të sistemit tatimor aktual të vendit tonë? Problemi kryesor është bashpika e parë. Okej, e fillojmë nga këtu edhe. Folja dhe për atë ndahen reforma të detyrueshme dhe plotësuese. Arsyeja pse ato 3 tjerat janë plotësuese nuk është se nuk janë të detyrueshme, mirë po pa u zgjidh problemi i pikës së parë, nuk mund të zgjidhen ato 3 tjera, të cilat do ta shqyrtojmë tash bashkë. Bëhet fjalë për ripozicionimin e zbritjes personale ose lirimit personal. Çdo vend në botë ka nga një sasi të caktuar të hollave e cila e liron personin fizik nga tatimi i cili duhet paguar. Dhe do ta shpjegoj këtë drejt për drejt në kalkulator për ta kuptuar dallimin. Ja, pra kjo është kalkulatori, këto është paga mujore bruto, këto është artikulli ose për çka bëhet fjalë, dhe kemi aktuale se si është momentalisht dhe cila është e propozuar. Në Maqedoninë e Veriut ka pas një rritje vitin e kaluar, nuk jam i sigurt, rreth 100 e diçka denar, e cila ka qenë 10.100 e diçka, tash është 10.270. Kjo është lirim personal i cili nuk tatimohesh. Mirë po problemi qëndron te ajo, se ne kemi dy lloje të pagesave
kur marrim të ardhura. Do të kemi kontributet sociale të cilat i paguajmë, të cilat janë pensioni, sigurimi shëndetësor, papunësia dhe sigurimi shtesë. Sigurimi shtesë në këtë rast bëhet fjalë nëse ka dikush që vritet, lëndohet në vendin e punës dhe nuk mund të vazhdoj punën, do thotë ajo është një fond i cili i mbron ata njerëz që kanë pas lëndime në vendet punës. Tash për ta shpjeguar dallimin e pikës parë, e cila është vetëm një ripozicionim i kësaj, dhe pas asaj më fal se harrova ta përmend, pas asaj vin do thotë edhe tatimi, këtu shkruan komunal, po është tatimi personal, po është një prej pikave tjera. Që do ta flasim pastaj po. Do të thotë, nëse kemi një pagë bruto prej 40.000 denar, në ato paguen 7.520 denar penzion, 3.000 denar sigurim shëndetësor, papunësia 480 denar dhe sigurimi shtesë 200. Gjithashtu, tatimi personal edhe dalim në rrogën 26.947 denar. Pas kontributeve, këtyrve 4, të cilat janë kontribute, pas këtymve aplikohet zbritja personale. Do të kemi 4 kontributet, pastaj aplikohet zbritja personale dhe tatimi lirohet vetëm nga tatimi personal, e cila nuk është në përputhshmëri me asnjë prej vendeve evropiane ose Shtetet e Bashkuara ose Mbretërisë Bashkuar. Ajo zbritje personale duhet të jetë e para, duhet të jetë mas nalti. Do të thotë në fillim largohet zbritja personale se sa e ketë lejuar të mos tatimohesh, pastaj fillojnë kontributet dhe pastaj fillon tatimi personal. Nëse e shohim këtë rast vetëm me këtë ndryshim, nëse ne ripozicionojmë zbritjen personale lart, pensionin e shifni që automatikisht ka 1931 denar të cilat janë ekstra për të marrë nga qytetari për të njëjtën rrogë, vetëm ripozicionimin nëse e bëjmë. Prej 3.2230 e kështu me radhë dhe në fund del 2.588 denar vetëm nëse e bëjmë ripozicionimin për çdo rrogë në Maqedoninë e Veriut pa marrë parasysh se sa është rroga. Në këtë që faktikisht ndikon edhe në temën të cilën janë të diskutu dhe janë të protestu shumica e qytetarëve sot për rritjen e pagës minimale. Dhe kjo ndihmon rritjen e pagës minimale automatikisht, mirë po ndihmon rritjen e çdo page. Pra mund të themi që nuk është problemi vetëm tek pagat e ulta, po është edhe te shumë gabimet që i gjejmë te struktura e sistemit. Struktura e sistemit është një strukturë e vjetër, ta them, nuk ka shumë iniciativa të ndryshme, të cilat kemi diskutu për t'i ndihmu qytetarët dhe t'i stimulu qytetarët të punojnë më tutje. Do thotë edhe nëse marrim vetëm si shembull, norma efektive tatimore në 40.000 denar rrogë është 32.6%, me këtë ndryshim bjen në 26.2% ose 6.5% më pak, që është një dallim shumë i madh nëse e shohim në aspektin e përqindjes. Në nivel vjetor i keni kursimet tuaja që faktikisht 31.056 denar, ose me fjalë tjera 500 euro faktikisht çdo njeri fiton në nivel vjetor. Tema e dytë ose pika e dytë do thotë kjo ripozicionimi do të lidhet me reformat plotësuese dhe do t'i diskutojmë pastaj. Ribalancimi i kontributeve sociale. Kur flasim për kontributet sociale, në këtë rast zbritja, pensioni, sigurimi shëndetësor, papunësia, sigurimi shtesë, këto 4, ka sisteme të ndryshme se qysh aplikohen në vendet perëndimore. Tash, varësisht, kam e marrë si shembull, Gjermania ka një sistem ku e ka të caktuar një tavan, të themi, i cili thot deri në këtë sumë të hollave që ti e pranon, do ta pagush këtë kontribut social. Shembull, për sigurimin shëndetësor deri në 60.000 euro në vit, ti tatimohesh me atë përqindje të cilën është përqindja sikur të ne sigurimi shëndetësor është 7.5%. Mirë po, çdo fitim mbi atë, do me thonë 80.000, 100.000, nëse fiton 100.000 euro në vit, atëherë ato 40.000 euro pas asaj nuk tatimohen as pak, se në vlera reale nëse pagun atë shumë në 100.000, nuk është se benefiti i qytetarit është shumë më i madh nga ai që pagun vlerë shumë atë vogël 3-40.000. Për arsye të mos diskriminimit, këtu ka tavan. Mbretëria e Bashkuar ka një sistem tjetër, ka sistem regresiv, i cili e zbret kontributin pas një sasie caktuar deri në 50.000 pound për shembull ose funta
paguhet sigurimi shëndetësor me 8% dhe gjithçka pas asaj paguhet vetëm 2%. Do thotë nëse ka shumë vlerë 100.000 funta vjetore, 50.000 të para tatimon me 8% dhe 50.000 dyta tatimon me 2% për ta ullë barën e atyve që fitojnë më shumë, mirë po nuk duhet të kontribojnë atë shumë se realisht nuk është që kanë atë shumë benefit nga vetë sistemi. Edhe në këtë rast unë e kam propozu që një model tjetër, i ngjashëm me atë të Mbretërisë Bashkuar, ku edhe këtu shkruhet do thotë norma është e pensionit 18.80%, mirë po pas 90.000 denar të ardhurave mbas zbritjes personale të reduktohet për gjysmë. A më kupton që faktikisht mos të paguhet një shumë e tillë. Edhe mundemi me pa këtë dallim, kjo vlen më shumë për ata të cilët janë inxhiniera, programera, të cilat kanë një sasi të hollash më të madhe, po atëherë mundesh me vrejt dallimin kur përgjysmohet kjo, se çfarë dallimi munden me pas. Për shembull, në rrok të plot bruto 139.000 denar shembull, këtu e keni dallimin 2.200 në sigurim shëndetësor, 5.500 në penzion, e kështu me radhë, kontributet totale 8.300 dhe vlera reale del 7.000 denar më shumë në muaj për atë person, të cilat nëse shohim në nivel të vitit janë 89.000 denar, ose thuaj se gati se rroga e 13 me një farloj mënyre. Dhe është shumë me rëndësi të bëhet se këto, nëse i marrim si shembull tash këta që paguajnë rroga, kanë rroga më të mëdha dhe paguajnë shumë më shumë në sigurim shëndetësor, 10.428 denar i bjen sipas aktuales në këtë bruto. Problemi qëndron se realisht a ka vlerë sigurimi shëndetësor i i shtetit për 10.428 denar në muaj, kur sigurimi privat paketat mund t'jenë dikon prej 50 deri 150 euro më e mira për individ. E nuk mundet sigurimi i shtetit shtetëror të ketë më shumë vlerë se sa sigurimi privat, i cili mbulon gjitha vendet vendet dhe rajonet e kështu me radhë. Kështu që është një iniciativë e cila duhet ngritet, se çka jemi tu kriju na momentalisht, ne jemi tu e pas këtë barë, jemi tu i shty këta persona të dalin të punojnë freelance ose të punojnë në metoda të ndryshme për mos t'i paraqit të ardhurat, dhe faktikisht ne jemi tu hup nga buxheti i shtetit, detyrohen ta bëjnë këtë zgjedhje shkaku i një sistemi i cili nuk i favorizon ata. Dhe faktikisht ne hupim edhe ato që e kemi. E përmende shkurtimisht Flamur që në vendin ton konsiderohet që është sistem progresiv, por që ti në vetë hulumtimin tënd ke thënë që nuk është as pak i tillë. A mund ta themi se ku qëndron paradoksi në krejt këtë? A është vetëm për faktin që është një sistem i vjetër që nuk është i updateuar me ndërvite? Apo cili është... Falë se ndërprejta. Në basta asaj që e kom hulumtu, besoj që bëhet fjalë vetëm për një sistem jo të updateuar dhe do thot ka ngel për një periudhë më gjatë kohore ashtu siç ka qenë, edhe në çdo ditë ka ndryshime të tilla në sisteme të ndryshme në Bashkimin Evropian, në Mbretërinë e Bashkuar, në Shtetet e Bashkuara. Do thot gjithmonë politikanët punojnë në atë drejtim, dhe mund ta jap një shembull sot konkret i cili ishte shumë interesant, isha në radio e dëgjova rrugës tuar në emision. Spanja kishte votu një ligj ku u alejonte grave një ditë ose 2 ditë prej punës, kur i kanë brenda do thot muaje ditët të cilët nuk ndjehen mirë shkaku i ciklit, edhe ato do të mbulohen nga sistemi shëndetësor me rrogë prej vlerës 75% se sa e ka rrogën ditore faktikisht. Kështu që është shumë interesant, se është send që e ndëgjova sot, nuk e kisha ndëgjuar më herët, por janë iniciativa për juve, po patjetër. Kështu që janë, domethënë, këto gjithmonë bëhen updatehen, se dalin sende të reja, dalin situata të reja, dhe ton kohën ne duhet mi bëj këto ndryshime. Ne nuk mundemi të jemi pasiv, themi edhe këtë kur ta bëjmë, themi okay, e banëm, po tash u krymë, jo s'u kry, gjithmonë ka gjëra të reja të cilat duhen të diskutohen, të hapen, se gjithmonë ka risi. Mendon që neve na duhet shumë kohë ndoshta që të updatehemi siç bëjnë vende tjera të zhvilluara për cilat po flasim. Ne e dim se sa kohë na duhet për një ndryshim, ndoshta jo aq të madh dhe jo aq të dukshëm në sistemet tona. Si e sheti këtë pjesë, Flamur? Unë mendoj që shteti në përgjithësi dhe politika e shtetit ton është shumë e bazuar
në aspektin politik dhe social të vendit dhe shumë pak në aspektin ekonomik. Edhe unë mendoj që faktikisht temat e ditës të cilat diskutohen, ndoshta numri është ai, po mendoj që duhet të rritet numri i temave ekonomike të cilat do të diskutohen, shkaku se ato janë drejt për drejt benefitit qytetarit dhe nëse qytetarët pa marrë parasysh prej cilës përkatësie etnike ose religjioze kanë kushte dhe të ardhura të mira, gjëra tjera besoj që janë shumë lehtë të menaxhueshme, se faktikisht ekonomia dhe të ardhurat janë sani elementar. Po prandaj dhe ne kemi mungesë informacioni, prandaj dhe ndjehemi ignorant në disa nga këto temat për cilat ne po i flasim. Paguajmë, por nuk e dim pse paguajmë dhe për çfarë paguajmë. Tani një pikë tjetër e rëndësishme flamur është edhe zbritja personale tatimore apo personal allowance. Kemi diçka tjetër para kësaj që është e rëndësishme ta ndajmë me shqiptuesit? Jo, do thotë zbritja personale bëhet fjalë që e përmenda për ripozicionimin dhe futjen në vetëm një ripozicionim që e bën mbi kontributet e cila automatikisht e rrit çdo rrogë në vend për 2588 dinar, duke përfshi edhe rrogën minimale, e cila është duke u shqyrtuar në proteste e kështu me radhë. E dyta ishte ribalancimi i kontributeve ose në sistem regresiv ose në sistem të tavanit me ndërprerje mbas një periudhe. Mirëpo tek ne mendoj që është pak e parealizueshme të kemi tavan, shkaku i buxhetit më dobët që e kemi si shtet, nuk mund ta përmbajmë atë. Mirëpo regresiv prap ka një pjesë të ardhurave të cilat mire. Të ardhurat për te pagës bazë. Kjo është një gjë që është tu diskutu shumë në vendet e huaja momentalisht. Amerika si shembull e ka hek tatimin komplet në të ardhurat overtime ose orët shtesë faktikisht. Po, për te pagës. Do thotë ne duhet të bëjmë iniciativa të cilat në 40 orë të javës të cilat i punojmë që janë rroga bazë, në ato të paguajnë kontributet dhe të paguajnë tatime. Çdo punim tjetër që është punim në ditë feste, ose është punim me orë shtesë, ose është themi komisionet dhe bonuset, se ka dhe profesionet ndryshme të cilat mbahen për asaj, keni në resurse njerëzore, për shembull shumica e rekruterëve marrin bonus ose komisione për secilin person që e gjejnë ta punësojnë, se edhe ajo është një punë tjetër, ose shitset të cilët kanë përqindje në shitje kështu me radhë, ato nuk janë pjesë e rrogës bazë dhe nuk duhen të tatimohen sikur rrogë bazë, te ne futet në bruto dhe gjithçka tatimohet në sistemin të cilin e kemi. Edhe ato nuk janë të ardhuna që për neve të themi të tatimojmë deri në atë nivel. Dhe këtu unë kam kjo i prek më shumë ti ata që kanë rrogë minimale dhe besoj këtë për te e bëjmë për pasur të ardhura pak më... Patjetër, se të gjithë ne, nëse e mendojmë kështu, nëse punon në një ditë fest, thotë, okej, a donë me punu një ditë fest kështu, dhe paguhet me 250% më shumë se sa rroga dhe vlera ditore cila është. Tash ai person kur punon në një ditë të festas, ai punon për ato pare mi pas shpejt në rrogën kur ti vjen që ti shfrytëzon. Askush realisht nuk mendon thotë kam e punu në këtë festë që ti investojnë në kontributet cilat kam i po mas 40 vjetëve. Domethënë realiteti është ajo. Amerika do thotë e ka hek tatimin komplet prej të ardhurave prej orëve shtesë, po. Mirë po tena si thash edhe më herët është pak e problematike kjo, shkaku që ne duhet marrim tatim se kemi një buxhet më mirë po të paktën të jetë vetëm me tatim personali cili është 10% dhe do të shohim këtu dallimet, ta bëjmë një rrogë për shembull më mesatare, themi këtu rrogë bruto 68.000 denar dhe këtu e kemi dallimin mund të shem për te rrogës bazë. Tarifa ditore për shembull është 3.000 denar, me orë shtesë, nëse kemi 8 orë shtesë në këtë rast, 35% paguhet për orën shtesë dhe ne premiumi, prej vlerës vjen në total prej 4.175 denar. Nëse ne tatimojmë gjithë rrogën, faktikisht ai person që i ka punuar ato 8 orë merr 2.700 denar. Nëse tatimohet vetëm me tatim personal të cilën unë e kam propozu këtu, atëherë ka 1.000 denar më shumë. Tashtu 1.000 denar në këtë moment vetëm të 8 orëve vlen shumë për njerëzit se janë pare të cilat i marrin shpejt në rrogën e ardhshme kur ta merr me njëherë dhe i fut në ekonomi dhe në përdorim me njëherë. Nuk është kjo një investim për të ardhmen, po është një investim për të tashmen që me pas një qarkullim. Gjithashtu në punën fest mundesh me pa edhe këtu, do të thotë prej nëse është normalja tarifa ditore 3.000 denar, këtu kur shtohet 150% më shumë bëhet 7.731, nëse tatimohet siç është momentalisht bjen diku rreth 5.000, nëse nuk tatimohet
nëse bëhet vetëm me tatim personal është 6.900, do të vlera totale ekstra që i bjen me marrë është 1.900 gati 2.000 denar, që është plus shumë i madh për ata persona cilët punojnë. Komisioni është shumë pak temë interesante shkakut që nuk e kanë shumë të reguluar, disa shtete e kanë, disa shtete nuk e kanë. Mirë po të na nuk e kemi as pak, si thash, çdo shitje, çdo bonus, çdo gjatë të cilët e merr personi në nivel mujor se ka role të tilla të cilët varen prej atyre, atëherë tatimohet e gjitha. Do thot komplet rroga, futet në rrogën bruto dhe tatimohen gjitha kontributet dhe tatimet. Problemi këtu është se këto nuk janë konstante. Do thotë një person që ka një rrogë themi në shitje, shumë kena në për call centers dhe sales teams që jam konë vetë pjesë dhe jam pjesë atyve ekipeve, kur bëhet një fitim ose një shitje, ajo është shitje, ajo është bonus një përhershëm dhe njerë paguhet. Kështu që për ata nuk shoh ndonjë arsye për të kontribuar shumë në aspektin e kontributeve, mirë po dhe kjo duhet ketë një raport, dhe raporti i propozimit në këtë rast është 1-1, që do në thotë, nëse ke rrogën në këtë rast 68.000 denar, deri në 68.000 denar tjera, mundesh me 10% me u tatimu. Çdo gjatë që shkon mbi raportit 1-1, pastaj ndahet për me qenë raporti 1-1, që mos të keq përdoret. Kjo se mund të thotë dikush, ok, unë do ta bëj rrogën bazë minimale dhe pastaj tjera ti paguaj kështu shkakut që ti për mos me pas keq përdorime, bëhet një raport 1-1 i cili i jep një farë lloj sigurie dy anëve. E qartë. Pika e 4, transformimi i tatimit mbi të ardhurat personale ose tatimi personal të cilën e quajmë ne. Kjo është, Suedia ka këtë sistem, ka municipality tax ose tax të komunës. Dhe ato të holla në vend se të ketë tatim personal ku i shkojnë shtetit dhe qendrës në nivel qendror pushtetit, ato ndahen, bëhet decentralizim dhe kush ku jeton, ai 10% që i shkon komunës se ku jeton. Te ne është ndryshe, është qyteti. Te ne shkon në nivel të shtetit. Të shtetit, okej. Propozimi cili është dhënë është me bo në nivel të komunave. Që unë nëse jetoj në komunën e Butelit, faktikisht ato të ardhura mi shku komunës së Butelit e kështu me radhë. Edhe kjo krijon një decentralizim automatikisht për secilën komunë, kjo është në bazë të disa shteteve të EU, Suedia e ka më së miri të rregulluar këtë, edhe ka taksa shumë të larta dhe ashtu mirëmbahen faktikisht komunat, edhe nuk krijon atë konfuzionin se gjithmonë kemi pas problemin prej qeverisë qendrore, nuk lëshojnë tollat, nuk e bëjnë pagese, pikërisht institucionet e kanë këtë që ja hedhin faj njëri tjetrit. E kështu përgjegjësia do jetë vetëm te komuna të cilës ti takon, sepse aty do t'i paguash tatimet. E the edhe ti shumë e rëndësishme ndoshta pastaj edhe mirëmbajtja e komunës dhe menjanimi i këtij problemi të fajit. Nuk ka diskriminim. Do thotë komuna më atraktive ka me tërheq ma shumë njerëz me shku me jetu atje që do me thonë ka me gjeneru ma shumë pare. A i do më kuptu, kështë që ka më konë kompeticion mes komunave kush është ma i zoti si komun me zhvillu vendin edhe me pas edhe për ato thash se nuk po drejt për drejt e qytetarët, po është e sistemi. Do me thonë do të me kriju një sistem i cili është kompetitiv dhe i fut në garë në këtë rast komunat, garë pozitive, normal, jo garë negative, për një jetë më të mirë e kështu me radhë. Për atë është e propozuar kjo në bazë të sistemit të Suedisë dhe gjithashtu këtu është një ndryshim i cili nuk e ka asnjë vend në Bashkimin Evropian. Unë këtu e kam marrë për shembull shtetin e New Yorkut dhe qytetin e New Yorkut dhe do ta sqaroj arsyeën pse. Bëhet fjalë për qytetin e Shkupit, se qyteti i Shkupit përbëhet prej 10 komunave, mirë po ne e kemi edhe qytetin e Shkupit. Do thotë ne kemi 2 levele të menaxhimit të qytetit, që është komuna dhe vetë qyteti i Shkupit, dhe ky multi-level tax nuk ekziston tek na momentalisht dhe shumicën e vendeve evropiane se nuk funksionojnë ashtu. Mirë po New Yorku e ka zgjidhur këtë njëjtin problem duke pas state tax të shtetit dhe New York City është i vetmi qytet në Shtetet e Bashkuara që ka tax të qytetit të vet. Në këtë rast bëhet fjalë për qytetin e Shkupit dhe e kam rekomanduar me një taks prej përafërsisht 2%. Këtu mund ta zgjidhni do të komuna e banimit, nëse e marrim për shembull Butelin, automatikisht do të bën pjesë e qytetit të Shkupit dhe këtu do të shtohet tatimi
prej 2% tatim shtesë të cilat do t'i shkojnë qytetit të Shkupit dhe kjo do t'i shkojnë komunës së Butelit. Tash këto numrat të cilat i kam dhënë unë, nuk kam statistika pra në këtë rast ne paguajmë tatim edhe komunës të cilës i takojmë edhe qytetit të Shkupit. Dy fish paguajmë po tatimi nuk është shumë i lartë. Në këtë rast nuk bëhet fjalë për tatim shumë të lartë. Por ata që kanë pagë minimale nuk është pagë, kështu që Po mirë, po ka arsye tjera dhe mënyra tjera të cilat përfitohet. Ndoshta edhe mund të shifet të zbritet në 8 tatimi komunal dhe të kjo 2% të ndahet për qytetin e Shkupit. Mirë po, arsyeja pse është tatimi i vogël i Shkupit është se qyteti i Shkupit duhet merr tatim pi 10 komunave. Kështu që pjesa e njerëzve prej ku ata grumbullojnë tolla është shumë e madhe dhe për atë arsye faktikisht është një shumë e vogël që mundet shumë lehtë me u mbulu. Po gjithsesi, duke e pa kalkulimin me të njëjtat faktikisht edhe duke e shtu këtë 2% që ne e shohim se kemi prapë rritje në rrogë duke i bën ndryshimet e strukturave. 1756 denar parafërsisht. Tash i kemi reformat plotësuese dhe arsyeja se pse e potencova që pa e bo kushtin e parë ne nuk mund t'i aplikojmë këto trija, edhe lidhet drejt për drejt edhe për atë e kam bo si bazë të studimit se e kam vrejt që është shumë gabim. Mua më janë duk shumë interesante këto, kështu që shikues të dashur ndëgjoni me vëmendje gjithë ju. Deklarimi tatimor për çiftet e martuara. Do të thotë në vendet perëndimore për të stimuluar me kriju familje, shumica e vendeve atë zbritjen personale ose lirimin personal e rrisen. Do të thotë nëse rritet ajo, automatikisht një pjesë më e madhe e tollave nuk tatimohet, që do të thotë ti merr më shumë tolla prej rrogës dhe do ta shpjegoj me shembull. Nuk dua ta potencioj kështu, po e kishim një rast ne me kryeministrin, po e kishim një rast me kusht, o do martoheni, o do paguani. Ishte shumë gabim prap te struktura që po të them se nuk bëhet me penalizim ose me dënim ose me ndëshkim të dikujt pse nuk e bën një punë, po me iniciativë bëne këtë punë që për ty të kesh fitim. Patjetër. Edhe kështu bëhet, edhe dallon vendi pi vendi se çu shikon këto metoda, gjithkush shikon ndryshe, mirë po si e përmenda më herët, kjo lidhet drejt për drejt me zbritjen personale. Dhe tash këtu janë dy varianta të cilat i kam propozuar me rritje prej 1800 denar për person, dhe kemi i ose e martuar me të ardhurat të dy fishta, që thot të dy prind punojnë ose njëri prind punon. Në këtë rast nëse e shohim me njërin prind, automatikisht shtohen ato dhe del 2400 denar rritja. Të ardhurat të dy fishta janë këto. Po, kjo është do të thotë vetëm për njërin prind nëse të dytë punojnë. Në nivel vjetor del 28.000 e kështu me radhë. Mirë po tash ka raste, vetë je nanë dhe ndoshta ka periudha kur gratë nuk mundën me punu. Kjo nuk do me thonë që duhet me hupa ta tema, jo të rishpërngullet palës tjetër, ose nuk do me thonë vetëm për gratë, po për ta shfrytzu, nëse vetëm një prind punon, atëherë të shfrytzu këtë rritjen personale në të dy anët, e cila në këtë rast e kom sugjeru me 3600 denar, faktikisht 1800 plus 1800 për t'i shku njenit, dhe automatikisht kjo rritje shohim se bëhet fjalë për 50 euro ose 600 euro në nivel vjetor, që nuk është rritje e vogël as pak. E kjo është shumë e rëndësi për stimulimin e trive, se ne kemi statistikat e fundit thonë që kemi shumë humbje të njerëzve edhe për shkak emigracionit, po edhe për shkak të natalitetit. Zbritja e interesit të kredis. Kjo është shumë specifike dhe shumë interesante. Gjithashtu kjo lidhet drejt për drejt me ato lirimin personal. Njerëzit të cilë dojnë me ble një banesë ose një shtëpi, me kriju familje, me fillu, do të pas martesës ose gjatë martesës është më rëndësi, në vendet e huaja interesit të cilin kamata, që i thojmë ne, cilin e merë banka prej neve si fitim, atëhere ajo largohet nga tatimi personal për personat për rezidencën e parë ose që i thojnë anglisht primary residence, për ta stimulu njerion dhe familjen me ble pronën e vetë. Dhe do ta jap një shembull konkret këtu tek kalkulatori. Do thot interesi mujor i kredis. Të themi se ka pagu dikush kredi prej 500 euro në muaj, shembull për marrë, do me thonë janë 6.000 euro në vit. Tash ato 6.000, prej atyve 6.000 eurove,
themi se janë 2.000 euro të cilat janë interes. 4.000 janë nga baza e kreditit dhe 2.000 euro janë interes. Po, ato 2.000 euro ose 120.000 denar, nëse i ndajmë në 12 muaj, i bjen 10.000 denar. Edhe ato lirime i japin shtetet e huaja, mirë po kjo vlen vetëm për rezidenca primare ku jeton. Nëse bëhet fjalë për dytën edhe tretën e kështu me radhë, atëherë konsiderohet si biznes edhe atëherë nuk vlen kjo. Kjo bëhet vetëm për me stimulu familje. Nëse ne e shtojmë këtë vlerë 10.000 denar mujore, që i bjen 120.000 në nivel vjetor, që e kemi pagu vitin e kaluar, dhe këtë vit ne e shtojmë te zbritja personale, edhe kjo bëhet në 23.870 denar. Që automatikisht, kur ta shifsh të njëjtën rrogë këtu, keme pa qikit 6.739 denar më shumë, ose 80.000 denar në vit. Se ato pare tatimohen 2 herë, tatimohen nga fitimi i bankës cilën e merr shteti, dhe tatimohen në të gjitha kontributet kur ne i marrim ato të holla. Kështu që ky tatimi dyfisht është në rregull vetëm nëse bëhet fjalë për biznes. Nëse bëhet fjalë për pronë private ku ti jeton aty, atëherë nuk duhet të jetë pjesë e diskutimit. Atëherë Flamur, me krejt çka po e kuptoj unë nga kjo që po e sqaron, domethënë kjo zbritja personale luan një rol kyç në krejt ndryshime që mund t'i ketë sistemi ynë. Patjetër. Pra vetëm një ripozicionim mund të bëjë një diferencë kaq të madhe. Patjetër. Pastaj kur i vendosim ripozicionimi e bën diferencën e 2.588 denarve për gjithë, dhe automatikisht këtu kur t'i shtojmë këto benefite tjera, krejt shkojnë te zbritja personale. Edhe fundit e kemi pikën fondi pensional i shtyllës së tretë, te ne është ekzistus, kemi 3 shtylla, e para është pensioni cili paguhet kështu, e dyta është shtylla edhe ajo është e shtetit, e treta është pensional privat, e cila paguhet dhe investohet në vendet të huaja. Problemi është se kësa i thojnë në Evropë, në anglisht i thojnë EET framework, do me thonë një kornizë e punës exempt, ose e përjashtuar, e tatimuar, EET quhet, ku do me thonë se nga rroga bruto këtu, tërhiqet një sume parase cila ka një limit, këtu e kemi lanë këtë pensionin e shtyllës tretë, që të themi 1.000 denar në muj. Këto duhet të hiqen nga nalt dhe mos të tatimohen. Dhe këto pare shkojnë në fond pensional, të cilat ato pare akumulohen brenda viteve dhe kohës, investohen në vendet të ndryshme. Në këtë moment është shumë interesant se ne kemi stock market në Maqedoni, për mos bo marketing mos t'i përmendi emrat e firmave, po kompanive, po ne kemi një stock market, kemi një stock market me 5-6 kompani dhe paramendot gjitha këto të holla mujore me mbledh për këtë qytetarve ka pak mu investu në ato nuk janë humbse, se krejti përdorin për ditë, edhe ato faktikisht akumulojnë dhe gjenerojnë të holla për reinvestim për ato kompani dhe gjithashtu të ardhura dhe fitim për qytetarët. Dhe kjo në fund, mbasi që të mbaron periudha e pensionit, themi kur të vjen koha me orë në pension, vetëm atëherë tatimohet me tatim personale ose me tatim komunal në këtë rast, i cili faktikisht ta merr pjesën e atij tatimi. E para atij momenti nuk tatimohet. Nuk tatimohet, do të hiqen nga rroga bazë. Këtë rast hiqet nga rroga bazë dhe automatikisht dërgohet në fond pensional dhe nuk bën asnjë ndryshim. Momentalisht e kemi të shkallës së tretë pensionin, mirë po shkalla e tretë pensionit nuk tatimohet në kontribute në këto 4, pastaj lirohet, sikur që e kemi momentalisht këtë zbritjen personale. Do të tatimohet në kontribute, pastaj e kemi lirimin ose atë investimin, dhe vetëm fund pjesën e komunës e shpëtojmë, thoj Zafan, pa e pagu ose tatimin personal, i cili quhet sot. E qartë. Gjithë ata të cilët na kanë ndjek me vëmendje se ne kemi ardhur drejt fundit, u munduam që në detaje t'i sqarojmë që ndoshta ta kenë më qartë, po për ta thjeshtësuar mund ta provojnë edhe ata vetë. Sigurisht tani është i qasshëm, webfaqja është e qasshme për gjithë ju të cilët po na ndiqni, keni edhe kalkulatorin në dispozicion, por edhe një pyetje të fundit, Flamur, për gjithë ata të cilët ndoshta kanë pak minimale dhe nga krejt kjo që e kanë dëgjuar, mendojnë që ndoshta më shumë favorizohen të ardhurat e larta. Çfarë do ju thojë atyre, sepse pam që diferenca më e madhe është te pagat shumë më të larta se sa tek pagat minimale e kështu me radhë. Patjetër. Favorizohen të ardhurat e larta ose jo? Jo, nuk favorizohen të ardhurat e larta për arsye se
përqindja, ndoshta nëse shojmë në nivel të përqindjes është ma e vogël në gjithë totalin, mirë po ne duhet me këshirë shumën reale se sa pare investon. Faktikisht në penzion ose në çfarë do lloj kontributi, dikush që merr 100-150.000 kështu me radhë dhe nëse e ka përqindjen më të vogël, vlera e parave është prapë shumë më e madhe se atina që e investon ose kontribuohet në rrogë më të vogël. Kështu që nuk ka ndonjë farë lloj diskriminimi, aty ka edhe mundësi të një sistemi progresiv të bëhet për tatimin personal ose komunal cilin e kom propozu, po ato janë detalet vogla në këtë rast. Ne kemi shumë problem zbritjen personale, kjo është një ndryshim i cili duhet të bëhet patjetër për të qenë edhe në përputhshmëri me Bashkimin Evropian dhe shtetet perëndimore dhe mbas të asaj mandej ne mund ta bëjmë çdo ndryshim tjetër, për atë edhe faktikisht e kombosi zbulim, qendra e këtij zbulimit se që ajo është dallimi kryesor. Po, e nëse nuk bëhen gjitha këto reforma apo thjesht nëse nuk merret parasysh një model i tillë, çfarë humbasim ne si shoqëri? Sepse sigurisht ne jemi ata të dëmtuarit. Patjetër, ne jemi të dëmtuarit, po do thot sistemi do të bëhet vetëm më keq për një arsye kryesore, sidomos shkaku ne kemi një sektor të IT-s, informatikës e kështu me radhë kompanive të huaja që punojnë te na jashtëzakonisht në numër të madh, dhe nëse këta njerëz fillojnë të hikin tatimin me një farë lloj mënyre se ka shumë platforma të ndryshme botërore për freelance për kështu, atëherë ne kemi me hup pjesë buxhetit, nëse hupim pjesë buxhetit, automatikisht këta që marrin më pak kena me fillu mi tatimu më shumë për me balancu humbjen, edhe mandej vetëm më shumë njerëz kanë me ikë për sistemit, gjatë që po ndodh në disa vende të botës edhe ka me qenë një tmerr. Okej. Si mund ta bëjnë këtë që ne sapo e sqaruam, të na tregosh faqen e cila tashmë është e Vetëm le të hynë në Instagram, është linku special aty, Revive North Macedonia ose Ringjallja e Maqedonisë Veriut, po le të hynë te faqja në Instagram, është linku aty direkt se kemi disa domena të ndryshëm cilët janë përdor, por atë mendoj që është më saktë përmes Instagramit këtë rast. Flamur, faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi që sot ishe pjesë e emisionit Prizma. Unë të përgëzoj për gjithë këtë punë të madhe që ti e ke bërë tashmë ca muaj, kështu që urojmë shumë që krejt kjo që u tha mos shkojë në vesh të shurdër dhe të merren parasysh ky model apo modele tjera të cilat mund të na bëjnë që të përmirësojnë sistemin që ti e the është mjaft i vjetër. Faleminderit edhe një herë, ishte shumë kënaqësi.